vrisja me veten time, thoja nëse çunim do ketë ndonjë problem, se unë isha fshat me prindrit, ku me çu me terapi. Ishe vesh 21 vjeç atëherë me djalin. Po. Kur ishte çuni 6 muajsh, unë e kuptova që ka probleme, sepse çuni është sot për 14 vjeç, 13 i bërë për 14, e kam me aftësi të kufizuara. Të kufizuara. Çfarë problemi zbulove kur ishte 6 muaj që ishte çuni? E zbulum sepse këto kavilje, si thonë këtu? Koksofemoral, do të thonë ngofjet apo nuk i ka të pjekura. Po. Edhe çuni im ka ecë 4 vjeç. Po. Edhe nuk rrinte ullur, edhe si vija i sti kështu, ai binte, sepse ati t'i dhimbte edhe trupi, sepse nuk i ka edhe masën muskulare në trup, si fëmijë, kupton? Si ka të zhvilluar. Po e ka gjithë qelizat të vdekura, si ta them. Po. Masën muskulare në trup. Po. Edhe tani ne kemi bë ato shumë vizita. Edhe më thoja, vrisja me veten time, thoja nëse çunim do ketë ndonjë problem, se unë isha fshat me prindrit, ku me çu me terapi, ndaj gjë, sepse doktorët thënë muve që ky kur të bëj gati 1 vjeç do shikohet për terapi, sepse ka ca terapi që nuk të bëhen me kohën. Nuk mund ta bëjnë dot para kohe. Edhe thoja unë ku do shkoj unë, duhet me marr autobusin për ditë me shku ndoshta në Tiranë. Edhe haja këtë me veten time edhe më vriste.